U kthejmë me pjesën e fundit të #Gjesi, tani është koha që të flasim pak për Big Brother VIP Kosova 4, e që edhe dje ka qenë Prime, e të flasim pak se çka ka ndodhur dje, e për krejt këtu se çka ka ndodhur në Prime-in e së mbrëmjes së djeshme që jam të folë. Ka një në kur munona që shtu me filozofu. E kemi Redion Shtyllën, gazetarin prej Shqipërisë, i cili prej fillimet, veç i përcjell banorët, edhe më së shumti i ka mendimet, mundemi me thonë, më konkrete dhe më të sakta. Unë po i them mirëmëngjes Redionit nëse veç po më dëgjon. Mirëmëngjes, shumë faleminderit për vlerësimin, mundohem, por sidoqoftë është një Big Brother me shumë dinamizëm, siç ishte mbrëm dhe Prime-i. Mirëmëngjes Redion, po besoj që e ke përcjell Prime-in e mbrëmshëm, ka pas shumë dinamik, edhe idhnime, duke qajt, po ashtu kemi pa dhe disa komente që pak a shumë ndoshta po përsëritet Prime-i së premtes për shkak Olbës që ka qajt. Tregona pak cilat janë mendimet tua për Prime-in e djeshëm. Po sigurisht nëse do ta marr tek pjesa që ka më shumë zhvillime dhe ka më shumë bujë, është ky tërkënd që tani më i famshëm Alba, Limi dhe Dolce, dhe e kam thënë edhe herë të tjera, më duket shumë e çuditshme se si Alba ende e vajton dikë që e kërcënon atë shtëpi, e bullizon, e shan, e lëndon, ai është në një marrëdhënie tjetër, pastaj kjo e Dolces, po na dalin një herë që pas kanë 5 vite që pas kanë folur, një herë që di kanë shumë gjëra, një herë që Dolce kërcënojnë mbrëm në Prime duke thënë, po shoh se unë di shumë gjëra për ty, i tha Albës, pra po bëhet një lloj turkuzi, siç thuhet në gjuhën popullore, që nuk po di më ku është vërtetësia e tyre si individ, jo më si lojtar, se padyshim në një format si Big Brother të jesh i vërtet është paksa e rrezikshme, se nuk din se si do të qasësh tek publiku, edhe pse për disa mund të jetë një lloj skenari i jashtëm ky midis kësaj lufte që ka Limi dhe Alba, por nëse i merr dhe i shikon, është edhe një lloj doze që kanë disa të qeshura me njëri tjetrin, kanë disa mimika, por besoj që një pjesë e madhe është një lloj realiteti që tregon një mashkull narcis që ndoshta femrën le themi e përshtjellon në mënyrën vetëm me kënaqësi, nga ana tjetër një grua, një femër si Alba, që edhe pse është e lënduar sërish e ngren në piedestal siç ishte edhe mbrëm, duke thënë nuk ma ka fajin ai për ndjenjën, nuk ma ka fajin ai që unë lëndon, nuk ma ka fajin, e ndërkohë që vetëm e shpall fituese për mua. Kjo është një qasje e gabuar, se Albën e kemi parë që të jetë luftarake, të debatojë dhe që të kërkoj për disa ditë të rjeshtë, siç e kërkoi dhe mbrëm daljen e saj nga shtëpia e Big Brotherit, ndërkohë që është një nga emrat potencial për ta fituar këtë format, nuk e di deri ku është loja dhe deri ku qëndron Alba me të vërtetë, kur e shikon që ka dhe të gjithë shtëpinë kundër. Unë bëra një pyetësor në Instagram ku edhe njerëzit e mendojnë që ajo mund ta ketë skenar, por nga ana tjetër i mëshojnë shumë edhe faktit që kur ke një shtëpi kundër edhe ti je vetëm ajo që sulmohesh nga të katëra anët, sado e fortë të jesh, do të vi një moment që thyesh, siç e kemi parë ditët e fundit, sidomos në skenën e lavanderisë të dielën e famshme, ku pothuajse e gjithë shtëpia ishte në kokën e Albës, dhe çuditem nga vllai i madh realisht duke vlerësuar të gjithë punën që bën produksioni, por të anashkaloj sjellje bullizuese, sjellje prekje që bën Dolce apo të tjerët me një fjalor edhe me një gjuhë që nuk është e papërshtatshme, për mua për lë shumë për të dëshiruar në këtë pjesë vllai i madh duke mos marrë masa dhe duke mos i vënë pikat mbi i. Po Redion, po ka shumë komente që kjo marrëdhënia e Olbës dhe Limet pak a shumë ndoshta janë marrë vesh prej jashtë që me vazhdu këtë dram brenda. Po mendon ti që mundet me qenë një gjë e tillë, ndoshta që me shku një femër që shpëtu ti edhe me qitë vetëm poshtë për një mashkull që nuk po e dë më, edhe po e refuzon non-stop? Po, nëse do t'jetë një skenari, bie që deri më tani fitues është Limi, se dhe mbrëm u shpall kapiten me votat e publikut, diçka e çuditshme, prisja një lloj mbështetje më të madhe ndaj Albës për t'i dhënë ndoshta edhe një mesazh asaj që publiku të beson ato që ti ke thënë dhe në ato që ti ke
treguar, ajo tani më ja ka lënë vetëm Zotit, se tha nuk e ka fuqinë për të treguar që është një e vërtet, pra është e vërteta ime që ne kemi pasur një raport edhe kur kemi dalë nga formati tjetër, ndërkohë që Limi e mohon këtë gjë, Alba e pohon, pra jemi ende në situata të jashtë dhe nuk merren më së shumti me situatat brenda. U morën me një situatë aty brenda dhe i bëri një lloj gjyqi politik Limi, i cili në prime herë sillet si moderator, herë si opinionist, herë si banor, e ndërkohë e kishte shumë me merak se nëse Alba po bën lojë apo jo me Ludon, ku ndërkohë i kemi parë dhe i kemi perceptuar të gjithë që ka qenë një lloj kimie si lojtar, se nuk është e lehtë një format si Big Brother të hecës i vetëm, por nuk pate një krah mbështetës, edhe Alba dhe Ludo i gjetën tek njëri tjetri. Të gjithë këtë skenën e xhelozisë të tepruar të Limit nuk e kuptova, as mbrëm nuk e shpjegoj, thjesht i tha më kërko falje, për çfarë duhet i kërkoj Alba falje Limit? A kanë qenë në një raport? A i ka dhënë besën, se është bërë famshme kjo shprehje e saj, pra këta bien në kontradikt me veten e tyre. Këtej ai ka filluar një marrëdhënie të re me Dolcen, e cila jo më erdhi mirë, por bie dakord me Oltën, që është kthyer në një lloj arrogante, një lloj propotente, jo vetëm që shkelmon derën e dhomës së rrëfimit, që është bërë virale ajo videoja, por shtyje edhe Albën dhe nuk merr asnjë lloj vendimi nga vëllai i madh. Përsëri jam i çuditur. Pra, nuk e di ku qëndron tani më vërtetësia e këtyre, se ndryshe flasin dhe ndryshe vrepojnë me njëri tjetrin. Po ndërsa Redian mendon që Dolce ka humbur shumë pikë tek publiku me sillet e saj tashmë edhe që ka hyrë në mes të Albës dhe Limit? Jo më shumë që ka hyrë në mes të Albës dhe Limit, por sjellja e saj që direkt ra në krahët e Limit, po të shikosh komentet në çdo video ku është Dolce, janë komente me një gjuhë shumë të vrazhë dhe me një gjuhë shumë rruge, por kjo ndjesi jep ajo dhe po ja përcjell publikut, e ndërkohë ka humbur shumë pikë. Nuk e di nëse Dolce ka ndonjë pikë synim për çfarë pjesë e ekranit, por do ta ketë të vështirë kur të dalë dhe të marrë të gjithë atë, le të themi, impaktin e urrejtjes, apo flas vetëm në ato që unë lexoj në rrjetet sociale, në ato që shikoj në rrjetet sociale, ku gjua është e ashpër, që nuk e pëlqejnë për të gjitha këto që unë thash, që direkt lidhje sa ishte në krahët e Edit, direkt në krahët e Limit, pra një femër, si thot ajo, femër, e cila vetëm po shijohet në Big Brother dhe nuk po ka argumente, nuk po ka qëndrime, vetëm vërtet dhe ka këtë arrogancën e tejskajshme. Po, ndërsa sa i përket Klodit dhe lëndrimit, e kam pas një bisedë që është faqe dhe dje për pyetjen që ja ka bërë Klodi lëndrimit. Po tani, nëse do të vinë çdo banor në kokën tënde, do të thotë që shiko se ju jashtë po perceptoni sikur po luani këtë rolin e personave gay, jeni apo nuk jeni. Nuk e di nëse mund të ketë qenë edhe ndonjë pyetje provokuese nga produksioni brenda në dhomën e rrëfimit, se është shumë e famshme ajo dhomë, për sa kohë nuk kemi informacione dhe aludimet janë të shumta, por e kemi parë përgjatë këtij rrugtimi që lëndrimi nuk ka gabuar në çastet që ka pasur qoftë me banorët, edhe pse nuk ka pasur përballje të forta, besoj do të ketë tani më me deklaratën që bëri dhe Hygerta, që tregoi që është një lojtar për mua me Paterica, se disa javë më parë kur në Prime këtë ide e holli sërish Alba, duke thënë ju po luani apo jeni homoseksual, ajo i tha pse duhet jenë këto dy variante, kurse mbrëm i tha që hajde se po bëj edhe unë këtë lojën e gejave, padyshim që unë mbrojt në mënyrë të pakuptueshme nga Olta, e cila është aty për të dhënë opinione dhe jo për t'i dhënë Paterica banorëve, por sigurisht do të shikojmë nëse do të vazhdoj ky konflikt tani më që edhe grupi është përçarë, por edhe mbrëm në surprizën që prindit e lëndrimit i bën atit, ata shkuan aty, sidoqoftë nuk e kanë shumë dramën e madhe, nuk e kanë shumë atë protagonizmin për të shkaktuar një lloj kaosi, se e din që do të humbasin dhe nuk jepen me shpirt edhe me gjithçka në atë lloj si çipet Alba, prandaj besoj që e frenojnë veten ku kanë pakanajsi, siç ishte edhe pyetja që lëndrimi ja bëri Klodit. Besoj ndikuar nga gjithë këto informacione që kanë ardhur nga jashtë, mbetet për të parë, ata u shpreh shumë vakët që tani më secili do të vazhdojë rrugën e tij për të kapur vendin në finale, se finalja do të vi pas një muaji dhe jo, nuk ka vend për të gjithë.
Betet për të parë qasje se si do të trajtojnë tani edhe me këtë lloj ndërhyrja apo edhe me këtë lloj materiali që i dha Hygerta në pjesën e nominimeve, Lëndrimi dhe Eliona le themi e morën atë hakun, kurse Klodi besoj që mbajti më shumë anën e teze, siç e quan ai Hygerta dhe nuk ju bashkua Treshes, do të thotë që përçarja veç se ka nisur dhe nuk është se do t'jetë një gjë e jashtëzakonshme se të gjithë dramën dhe vëmendjen e merr padyshim Alba. Po. Redion, kush mendon që do të dalë Prime-in e ardhshëm? Po tani më i rrezikuar është Labinoti i ri, edhe pse në rrjetin e tij social janë postuar screenshote sikur ai dhe moderatori Alodin Amiti kanë folur dhe ai ka qenë në dieni që Labi ka qenë single, po nuk është dhe një situatë që gëzë shumë pesh ajo ishte dashurës së tij që i çoi një mesazh mbrëm. Ato e shikoj më të rrezikuar, të tjerët besoj që janë ende aktiv në lojë dhe do të vazhdojnë. Atë ose Arditin, edhe Arditi nuk është se po jep në atë shtëpi përposa atyre kërcimeve ikonikeve dhe të një lloj filozofi që jep leksione, ndërkohë ku ka një situatë vetëm eskalon vërtet edhe nuk ka një lojë, thjesht po jeton atë shtëpi siç po jeton kushtrimi i cili është harruar dhe do të vijojë për sa kohë edhe banorët nuk e nominojnë. Mirë, Redion, faleminderit shumë për mendimet e tua si gjithmonë, edhe opinionet që na jep çdo mëngjes për Big Brother, e ne do dëgjojmë prapë të uroj një ditë këndshme. Edhe për ju, shumë faleminderit për kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit shumë tëng. Faleminderit. Me dashur, e patëm në lidhjen direkte me gazetarin nga Shqipëria, ku falem pak a shumë për Prime-in e djeshëm, se çka ka ndodhur në Big Brother edhe çysh ka me vazhdu loja me banorët. Faleminderit shumë që keni qëndruar bashkë me mua deri në këto momente. Unë tash veç po çoj komp që përshëndes Bilen Komp. Faleminderit shumë që keni qëndruar bashkë me mua deri në këto momente. Ne kemi pa prap nesër padyshim. Ju uroj me qëndru me programet e tjera të shtatë. Shihemi nesër.